أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Selam aleikum. Shikues të nderuar, ja pra jemi në muajin e Ramazanit dhe jemi me emisionin Merfrim këtu në Klan Maqedoni. Ndërsa sot e kemi mysafir hozën e nderuar Fatmir Zaimi. Mirë se erdhe hozë nderuar. Mirë se gjeta. Po fillimisht Allahun e falenderojmë, pastaj selamet dhe salavatet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtar dhe musliman të cilët mundohen dhe ecin pas rrugës së pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Shfrytëzojmë rastin që një herë të falenderojmë juve dhe stafin e TV Klanit për mundësinë që na dhat që gjatë këtij muaji të Ramazanit sadopak të përkujtojmë fjalën Allahu Dhul Xhelal dhe të marrim sa porosi nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shfrytëzojmë po ashtu rastin që edhe pse kanë kaluar disa ditë, shfrytëzojmë rastin që edhe shikuesve tonë, besimtarëve tonë, që u bëjmë për hajër këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun Dhul Xhelal që gjitha këto lutje tona, këto ibadetet tona, këtë agjerimin ton dhe gjitha këto të mira dhe hajrate të cilat mundohen besimtarët të bëjnë në këtë muaj, inshallah Allahu Dhul Xhelal kabul të na e bën. Si temë për ju e kom zgjedhur namazin, adhurimin kryesor. Si pyetje e parë, pse duhet ta falim namazin? Kështu, kur është në pyetje puna e namazit, jo vetëm se na tash në këtë emision, por edhe më herët hoxhallarët tonë, hoxhallarët pleqë të cilët disa i kemi gjallë dhe disa nuk i kemi, vazhdimisht ato e kanë potencu punën e namazit dhe pse duhet të falet namazi. Pra, kjo fjalë e shkurt dhe kjo pyetje e shkurt me kuptime shumë të mëdha, nuk është hera e parë që hoxhallarët dhe ata të cilët mundohen që u përkujtojnë besimtarëve të mirën, të e kanë marrën prej dikujna. Gjenerat pas gjeneratave duke shku deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe pejgamberi alaihi salam i ka këshilluar shokët e vet, por ai nga i mori këshilla? I mori nga i gjithdijshmi, nga i plotfuqishmi, nga Allahu Dhul Xhelal. E Allahu shumë mirë në shumë ajete ja ka përkujtuar pastaj pejgamberi alaihi salam shokëve të tina, edhe ato shokëve derisa ka ardhur edhe ky adhurim i madh, ky namaz në vendet tona. Duke pas parasysh se Allahu Dhul Xhelal është i plot fuqishëm dhe ai nuk ka nevojë për adhurimet tona. Ai nuk ka nevojë edhe për këtë agjerim që na e bëjmë. Nuk ka nevojë edhe për këtë namaz të cilën na e bëjmë. Mirë po, duhet të ndalemi dhe të kujtojmë. A thu vallë, këto të mira të cilët Zoti neve na i ka dhënë, këto begati të cilët na i shijojmë. Por edhe para Ramazanit, por edhe tash në Ramazan, Zoti na ka dhënë shumë të mira. Këto begati të cilët na po kënaqemi me shpirtin ton, me zemrën ton, me trupin ton, edhe gjatë iftarit, edhe gjatë syfirit, me familjet tona, me farefisin ton. Gjitha këto begati mos u mund do t'i numërosh, sepse me të vërtetë s'kemi numër. E këto begati dhe këto kënaqësi dhe këto rehati shpirtërore të zemrës, kush t'i dha? T'i dha Allahu Dhul Xhelal. E ai në Kur'an thot fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse mundohesh o ti njeri, o ti besimtar, ti numërosh begatitë dhe të mirat e Zotit, mos u mundo ti numërosh, sepse ato janë të shumta. E nga këto begati, të cilët na jemi duke i shiju tani në muajin e Ramazanit, është edhe agjerimi. Mirë po, me agjerimin e kemi edhe namazin. Duke pas parasysh se a duhet ta falim namazin. Edhe pse duhet ta falim namazin, ajo çka deshta ta përkujtoj veten dhe juve dhe shikuesit ton është se namazi para se gjithash, sikurse na ka tregu Allahu dhe pejgamberi dhe gjithë ulemaja deri ditën e sotit, është obligim fetar. Është obligim fetar i patjetërsueshëm dhe është një ndër shtyllat kryesore të Islamit.
Islami ndërtohet në 5 shtylla. Shtylla e parë është dëshmia, është shahadeti, që pa ta edhe nuk mundesh me qenë musliman. Pra na e njësojmë Allahun dhul xhelal që është i vetmi që meriton të adhurohet dhe e kemi këtë shahadet në buzët tona, në gojën tonë, në shpirtin tonë, në zemrën tonë dhe mundohemi këtë shahadet ta nxjerrim edhe për jashtë. E tash, më njëherë pas shtyllës së parë, Allahu dhul xhelal e ka përkujtuar namazin. Duke pas parasysh se ky namaz është obligim fetar, por me një farë mënyre është edhe komunikim direkt ndërmjet robit dhe krijuesit. E ke parasysh komunikim me Zotin. Na ndonjëherë komunikojmë me njëri tjetrin. Dikush komunikon me dikant që ka autoritet shumë më të madh në shoqëri. E dikush ëndër e ka të komunikon me të parin e shtetit, ëndër e ka të komunikon me të parin e ndonjë ministrie kështu me radhë. Janë njerëz të cilët sot e kanë famën, nesër nuk e kanë, sot e kanë postin, nesër nuk e kanë, dhe syrin ton ndoshta ato na dukon të mëdhej. Por ka haru njeriu, edhe pse quhet insan, ai haron, edhe është i harum për fjalës nesa, ka haru, por na mundohemi të përkujtojmë. E sidomos në këtë muaj të Ramazanit e përkujtojmë veten dhe shikuesit ton se komunikimi më i lezetshëm, komunikimi më shpirtëror, komunikimi më me rahati është kur ti komunikon me Zotin. E tash na kur i drejtohemi Zotit me namaz, lidhemi. Themi Allahu Ekber dhe lidhemi. Kujna i lidhesh? Zotit. Me kanë komunikon me Zotin. Pra i drejtohet Zotit iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Vetëm ti o Zot të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmën e kërkoj. Pra ki komunikim. Pra kur ti drejtohet Zotit dhe atina i nështrohesh, pra kjo nuk është një punë e vogël. Atëherë pse duhet ta falim namazin? Mu për këtë shkak. Ta falim namazin që na Allahu dhul xhelal pi drejtohemi dhe të bisedojmë dhe të kontaktojmë dhe lidhjen tonë mos e kpusim. Se shpesh herë ndodh kur na e kpusim lidhjen tonë me krijuesin e gjithësisë, atëherë të hupët drita në trupin tonë, të hupët ajo shkëndia në fytyrën tonë, të hupët ajo çka quhet nur në shpirtin dhe në zemrën tonë. Atëherë çka? Na shpesh herë një lidhje telefonike nëse na kputet, një tel internetit nëse na kputet, një lidhje e thjesht elektrikës nëse na kputet, kemi kontakt. As kemi kontakt me botën, as kemi dritë në shtëpijet tona. E tash e ke parasysh kur kputet lidhja e dunjojës, na e bëjmë me një farë mënyre, një farë hutije brenda ditës, na u ndal kputja, u kput lidhja e netit, u kput lidhja e internetit, u kput lidhja e rrymës elektrike, edhe mbetëm pa lidhje. E tash duhet dikush me ardhën ta nxjet atë lidhje. E ke parasysh dunjoja, lidhje e përditshme që të kemi dritë në banesën tonë, kemi edhe komunikim me njerëzit përgjithësi me internetin tonë. Po ku është këtu Allahu dhul xhelal? Ku her pas her një numër i besimtarëve, jo që ato nuk e dojnë Allahun, jo që ato nuk dojnë të lidhen dhe të komunikojnë me Zotin, por duke mos e kuptuar rëndësinë dhe duke mos ia ditë vlerën, ato janë neglizhent dhe anashkalojnë këtë lidhje her pas her, edhe dunjoja i mashtron, edhe ato nuk dinë dhe nuk ja japin hakun sa duhet faljes së namazit. Puna tjetër që dishëm të përkujtojmë se pse na duhet ta falim namazin. Duhet ta falim namazin për shkak se namazi është pastrim shpirtëror. Namazi ta ndrejt shpirtin tënd, namazi ta rregullon zemrën tënde, namazi ta rahaton zemrën tënde, namazi ta qetëson shpirtin tënd. Tash ti kur i drejtohesh Zotit, çka lexon? I lexon fjalët e Zotit. E ai cili i lexon fjalët e Zotit, ai cili e përkujton Allahun dhul xhelal me fjalët e Zotit, e sidomos në namaz, çka i bëhet zemra? I pastrohet. Pastaj i qetësohet, pastaj i rahatohet. Nuk ka qetësues më të mirë, nuk ka ilaç më të mirë për zemrën tonë, për gjoksin tonë, se sa kur ti je në namaz. E tash, kur ti je në namaz, e përkujton fjalën e Zotit thot, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është të përkujtuarit e fjalës së Allahut, qetësi, rahati dhe stabilizim i zemrave të juaja. E tash,
Na jemi sot me depresionet të ndryshme, jemi me streset të ndryshme, asu ka ardhë bota, asu ka ardhën shoqëria, asu ka ardhë kriza, familje, probleme, jo rahati, jo qetësi, jo gjumë të bollshëm, gjumin se ka rahat, gjoksin ka shtrëngim, ka sikletet të ndryshme dhe këto depresione na nuk jemi kundra medikamenteve të medicinës. Mirë po, medikamenti më i mirë për këtë shpirt që të qetësohet, medikamenti më i mirë për këtë shpirt të pastrohet, ilaçi më i mirë për këtë stres që ti e përjeton dhe nuk din t'ja u tregojsh të tjerëve, beso se është muki namaz, që na tash e lusim Allahun dhe Xhelal që ata të cilët nuk e kanë pas namazin sa duhet para Ramazanit, le të bëhet sebeb Ramazani, sikur se është obligim Ramazani. E tash, nëse ti me Ramazanin një ke punët mirë dhe me namazin si ke punët mirë, atëherë çka na duhet t'ja japim besën Allahut, se sikur se Ramazanin që e kemi nderu dhe respektu, me vitet e tëra, 30 vjet, 40 vjet, dikush edhe 60 Ramazane i ka, mundohu që t'ja japsh rëndësinë edhe këtij namazi, sepse namazi është më me rëndësi se gjithçka çka ti jeton në jetën e kësaj bote. Puna tjetër që dëshim që u përkujtojmë njerëzve në përgjithësi ose na e falim namazin sepse namazi është përmbushja e qëllimit të krijimit tonë. Çfarë do të thonë? Pse na ka kriju Zoti? Veç për me hongër dhe për me pi? Jo. Na ka kriju vetëm se ta hecim dhe ta çojmë këtë jetë shkele shko? Jo. Ka një farë rendi. Ka një farë sistemi. E prej rendit dhe prej këtij sistemit të kësaj bote, që Zoti ti të ka kriju me gjitha këto të mira, është që atina ti nështrohesh, atina ti dorëzohesh dhe atina adhurimin dhe ibadetin që bash. Që ka kuptimin? Zoti neve na ka kriju për ibadet. Atëherë çka? Pse duhet na të falim namazin? Na duhet ta falim namazin që ta përmbushim qëllimin e krijimit të krijuesit ton për neve. Ai na ka kriju me një qëllim. E qëllimi final i Allahut që ty dhe mu dhe neve na ka kriju është që atina ibadetin që bëjmë, e namazi është një prej ibadetave kryesore. Alhamdulillah. Po çdo shta me të vetë, a mundet njeriu të jetë i mirë pa e fal namazin? Të qenit i mirë është një koncept i gjonë dhe që mund të kuptohet në mënyra të ndryshme. Na kemi plot njerëz të mirë në shoqëri, që ndoshta me namazin nuk i kanë punët mirë, ama është i sjellshëm. Është i ndershëm. Nuk është vjedhës. Nuk është i padrejt. Por ky komunikim dhe kjo jetë e këtij personi në shoqëri, që është me njerëzit i mirë, është me shoqërinë i mirë, dhe në konceptin major, në mënyra të ndryshme, ai faktikisht mundohet që edhe njerëzive në përgjithësi mos ju bën padrejtësi dhe jeton jetën. Edhe gjithë njerëzit flasin mirë për ta. A kemi këse njerëz? Kemi në shoqëri. E na tash themi, kur ti me krijesat, si krijesë, sjellësh mirë dhe ke një kulturë të përgjithshme, pa marrë parasysh a besojnë ato apo nuk besojnë. Se na jemi me një shoqëri që jetojmë me besimtar, edhe jetojmë me besime të ndryshme. Edhe nëse dikush është njeri dhe ka besim tjetër ndaj teje dhe nuk është musliman, prap ne kemi një farë komunikimi me ta dhe kemi një farë sjellje me ta. Mirë po, kur ti me njerëzit këtu sjellësh, edhe kjo është shumë normale. Atëherë parashtrot pyetja, a mund të jem unë i mirë me këto njerëz? Padyshim se je i mirë. Po mirë, a mund të qesh i mirë me Allahun dhul xhelal kur ti se ke këtë komunikim me Allahun? Kur ti se ke këtë bisedë me Allahun? Na e përmendëm pak më herët se biseda dhe komunikimi më i mirë është kur ti je me namazin. Edhe a mund të jetë i mirë njeriu pa e fal namazin? Na kemi qef që ki njeri të arrije grada më të larta të përsëshmërisë, se na nuk kemi të përsosur. Çdo kush prej nesh i ka ato të metat, i ka gabimet. Mirë po, nëse ti me njerëzit je i mirë dhe mund kuptohet mënyra të ndryshme kjo mirësia jote, pa më parasysh se
me kënë je duke u sjell mirë dhe me kënë komunikon, mos e haro se para se gjithash sjelljen tënde, mirësinë tënde, kulturën tënde, tërbijen tënde, edukatën tënde, ta kesh edhe me Allahun dhul xhelal. E për me pasën me Allahun dhul xhelal këtë kulturë të lartë, është namazi. Nëse ti je me namazin, faktikisht e ke marrë një disiplinë të përsosur. Ju ke nënshkru Zotit, edhe padyshim se kur ti i rregullon punët mirë me Allahun dhul xhelal, në këtë rast me namazin, beso se edhe punët tjera kanë me të ecën mirë e ma mirë në shoqërinë aty ku jeton. Hoxh, çfarë thot Allahu për namazin? Allahu në Kur'an pas njëshmërijës e ka përkujtu shumë namazin. Kur themi e ka përkujtu shumë namazin, e ka kuptun, e ka përkujtu në mënyra të ndryshme. Shumë ajete, me qindra ajete ka në lidhe me namazin. Ju ka drejtu Allahu dhul xhelal besimtarve duke i thonë, falni namazin, jepni zekat. O ju të cilët keni besu, përgatitni vetën e juve me sabër dhe me namaz. E ka përmet namazin ditën dhe natën. E ka përmet namazin edhe si një kërcënim për besimtarin nëse ai e anashkalon. Sepse e ke parasysh namazi për besimtarin nuk është vetëm nëse don, banë, nëse don, mos e ban. Jo, namazi është i patjetërsueshëm edhe nëse je në shtrat, edhe nëse je faktikisht i smur, edhe nëse faktikisht je rrugës, ka lehtësime, por nëse ti largohesh prej namazit, kjo është një send që ti e hidhron Zotin dhe me duart e tua dhe me veprat e tua mundohesh që ti ta fitosh një vend që ai vend nuk është i mirë për tyje. Në këtë rast Allahu dhul xhelal në Kur'an e përmend Allahu punën e zakatit dhe punën e namazit. Pastaj e përmend namazin sikur një vend për ata të cilët nuk janë falen. E tash, për ata të cilët nuk janë falen, Zoti e përmend në Kur'an se xhehenemi ka shumë emra, e një për emrave është Sekar. Dhe ai i gjithdijshmi i thot ma salakakum fi Sekar. E çka ju pruni juve në këtë vend? Ato do të thojnë qalu lam nakum minal musallin. Pra na nuk ishmi nga ata që bënim namaz. Nuk ishim nga ata që u falshin. E tash, kur Allahu dhul xhelal e përkujton namazin shumë herë në Kur'an, do më thonë diçka është me vlerë. Në çështja kanë rrezikshme. Diçka është e rrezikshme dhe është shumë me vlerë, edhe në këtë rast kjo puna e vlerës e namazit, sa është me vlerë, është edhe kundërta e kësaj. Tash, pse ti të bëhesh sebeb, ta mohojsh namazin, Zotin a rujt, atëherë ti është pikpyqe edhe ma besim jot. Por në këtë rast, ju themi besimtarve, të cilët her pas here, ato me dembeli e lojnë namazin. Do njeri mashtron puna, do njeri mashtron dita, do njeri mashtron nata, do njeri mashtron shoqëria, edhe ai nga neglizhenca e lën namazin pas dore. Namazin kur ta lojsh pas dore nuk është vetëm se një mëkat edhe e ke bë. Është nga mëkatet e mëdha, është gjuna i madh. Edhe në këtë rast kur ti shembull namazin e ke përpara, a para se gjithash atë që e ke përpara është fjala Allahu dhul xhelal, e Allahu për obligoshmërinë e namazit ka thonë për shembull me një ajet prej ajetave wa ekimus sala wa atu zaka warka'u marraki'in. Falë namazin, jep zakatin dhe bën ruku me ata të cilët bëjnë ruku. Do të thonë ta falësh namazin jo vetëm vet, por edhe me xhamat. Pastaj namazi i rregullt dhe ajo që ka quhet përkushtim për tyje, Zoti ka përmendën. Pra, namazi është shpëtim për besimtarët dhe është përkushtim për besimtarin. Thot me një ajet Zoti kad eflahal mu'minun, kanë shpëtu, thot besimtarët. E si kanë shpëtu? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, dhe ata me namazin e tyre kanë qenë të përkushtuar. E kanë falë namazin me përkushtim, e kanë falë namazin me frikë respekt. Tash namazi të jep frikë respekt, jo qëtër temë,
por na tash flasmi se si Zoti i përkujton ajetet në Kur'an. Kanë shpëtu besimtarët. Pse kanë shpëtu? Sa ato me namazin e tyre kanë qenë me përkushtim të plot, me një farë mënyre kanë qenë me frikë respekt dhe Allahut subhanahu wa taala. Pas Allahu dhul xhelal e përmend edhe namazin e atyre të cilët e kanë lënë. Ka pas njerëz të cilët Zoti i përmend në Kur'an dhe ju thot dënimi për ata të cilët e lanë pas dore namazin, pra është një vend i cili quhet ghayya. Dhe ai e përmend dhe thot khalefa min ba'dihim khalfun da'u s-salah wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Pra ata të cilët e lanë pas dore namazin. Faktikisht Zoti i përmend edhe ata të cilët falen, por edhe ata të cilët e lojnë pas dore, e faktikisht fjala ghayya është faktikisht këtë rast një dënim i ashpër dhe një dënim i rrept për ata të cilët janë neglizhent dhe për ata të cilët nuk dojnë me dëgju për fjalën namaz. Pastaj për fjalëve të cilët Allahu dhul xhelal përmend në Kur'an është edhe keni kujdes namazet, edhe përmend namazin e mesëm, ku shumica e dietarëve thonë që namazi i mesëm është namazi i kindijes. Pra fjala sala në Kur'an është përmendur në shumë mënyra. Me të vetmin qëllim që besimtari kur ta dëgjon fjalën e Zotit, ta dëgjon me një vëmendje të madhe, sepse kur dikush prej neve flet, sidomos profesori, mësuesi, arsimtari, edukatori, kështu me radhë, zonë si e dëgjon me vëmendje. Pse? Se nëse nuk ka vëmendje, ndëshkohet pastaj. Në këtë rast Allahu dhul xhelal ja jep urdhërin, ja jep fjalët se ky namaz është për të mirën e juve dhe për shëndetin e juve, për trupin e juve, për shpëtimin e juve, por në këtë rast edhe për shpërblimin që do ta mirën në ditën e Kiametit. Tash ai që është me namaz, çka ka shpërblim? Tash fjala e Zotit, shpërblimi për atë besimtar që i ka punët mirë me namazin, nuk ka tjetër përpose xhenetin që Allahu dhul xhelal e ka përgatitur. Alhamdulillah, hoxh, folëm çka thot Allahu për namazin, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë? Kështu tash këto ndërlidhen njëna me tjetrën. Kur Allahu e përmend në Kur'an, me automatizëm pejgamberi alayhis salam i jep fjalët e Zotit dhe ja u bën me dije shokëve të vet, ja bën me dije umetit se ky namaz që na jemi duke e bë, keni kujdes mos e lini. Edhe pejgamberi alayhis salam shumë hadithe ka përkujtu. Dhe më thënë, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhe me namazin janë të shumta. Prej tyre ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam es-salatu imaduddin. Namazi është shtylla e fesë. Kjo është faktikisht fjala, një prej fjalëve më të mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por me ja u bë me dije se ai e ka kuptuar për Allahun dhul xhelal se çka do të thonë namazi, e tash për me ja u bë më të kuptueshëm fjalën e Zotit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabëve, na thot edhe neve, se namazi është shtylla e fesë. Ai cili e ka prish shtyllën e fesë, ka prish Islamin. Nëse shtëpia jonë ka shtylla, edhe shtylla kryesore është një shtyllë kryesore në shtëpinë tonë, e ti as shtyllën kryesore e dëmton, ose e kput, ose e shem, çka bëhet? Shtëpia rafsh. Nuk bëhet bashrafsh, por rrëzohet, por nuk je i sigurt në shtëpi. Nuk je i sigurt, se e shef se diçka mbi kokë është varr, hekri është varr, në qereminde është varr, blloku është varr, edhe nuk je i sigurt. Pse? Se e ki rënu dhe e ki rëzu dhe e ki kput një shtyllë nga shtyllat kryesore të shtëpisë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Es-salatu imaduddin." Namazi është shtylla kryesore e fesë tonë. Kjo është e para. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përkujtuar se namazi është ndërmjetësimi i parë në ditën e gjykimit. Namazi është ajo çka do të vetet besimtarin nga pyetjet e para. Nëse i ka pas punët mirë me namazin, edhe punët tjetër do të ketë mirë më mirë. Por nëse në pyetjen e parë nuk i ka pas punët mirë me namazin, do të ngele aty. Nuk kalon kollaj. Por atë, kjo është një prej përkujtimeve më të mira që neve në përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kuptimin se
ndërmjetësimin e parë në ditën e gjykimit do ta kesh vetëm se me namaz. Pastaj e ka përmend pejgamberi selam se namazi nëse don me ditën çka është për tije, ka thonë është namazi dritë. Salatu nur. Namazi ka thonë është dritë. Tash këtë dritë nëse don ti ta përforcosh, nëse don ta reflektosh, duhesh ta lidhish punën mirë me krijuesin tënd se përndryshe do të dobcohet drita. Unë nuk du ta marr tash shembull bateria. Nuk du ta marr tash shembull telefonin. Sa më tepër që e mbush, aq më tepër kje forcë dhe kje dritë dhe kje kontakt. Sa më tepër që ti e ke lidhjen me Zotin, aq më tepër edhe drita dhe nuri jot do të jetë në trupin tënd. Pse? Se pejgamberi sa më ka thënë namazi është dritë. Mirë po, ka edhe fjalë të pejgamberit alayhis salam për ata të cilët e lojnë namazin. Për ata të cilët janë dembela në namaz. Edhe e ka parashiku ose e ka krahasu me thonën namazin me mosbesim, me kufër. Do të thonë el ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Është një fjalë e madhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndërmjet neve edhe atyre, pra është me lënë namazin. Kush e ka lënë namazin vetëm se ka bë kufër. E tash na akoma i themi këtij personi ti je musliman, ti je besimtar, por besimtar i njollosur, besimtar faktikisht me pluhur, besimtar i nxim, besimtar me një mëkat shumë të madh. Atëherë çka? Hajde pastrohu. Hajde pastrohu se namazi është pastrim. E për me kuptu më mirë këtë fjalë, pejgamberi selam me një tjetër hadith, edhe pse ka shumë, po do të ndalem me këtë fundit. Ka thonë, çka mendoni ju nëse para shtëpisë juve kalon një lumë? Edhe ti në atë lumë 5 herë në ditë lahesh. 5 herë në ditë, jo njerë një javët. Ka njerëz njerë një javët lahet. Edhe është i pastër. I pastër fizikisht me trup, po me shpirt të Allahu a e din. Na flasmi tash për zemrën tonë dhe për shpirtin tonë. Dhe ka krahasu shtëpinë tonë ose shtëpinë e dikujt dhe ka thënë çka mendoni nëse dikush prej jush e ka shtëpinë dhe para shtëpisë i kalon një lumë. Edhe në atë lumë lahet 5 herë në ditë. A do t'i mbesi të një njollë në trupin e vet? S'ka mundësi. S'ka njolla. Nuk ka era keqe të vere. Po para me do t'i në ujë lash dhe trupi s'vjen era. Qashtu është edhe me namazin, nëse ti 5 herë në ditë i lidhesh, i drejtohesh, i nënshtrohesh, Allah ndër xhelal, nuk ka mundësi që ti qesh i njollosur. Nuk ka mundësi që ti të kesh mëkate. Mëkate na gjithë kemi, por namazit pastron, namazit filtron. Atëherë pse mos e marrësh këtë fjalë të madhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti qesh i pastër edhe me trup, qesh i pastër edhe me zemër, edhe me shpirt, por para se gjithash qesh faqe bardh dhe qesh me dritë të Allahu subhanahu wa taala. Hoxha, dikush është 30 vjeçar, po kur s'ka fal namaz. Apo 40 vjeçar, po kur s'ka fal namaz. 50, ndoshta edhe 60 vjeçar, kur s'ka fal namaz. Dhe fillon, inshallah bon sebeb kjo emision, që ai të fillon namazin. Mirë po, shumë namazet të humbura. Domethënë një ditë obligative i kena 5 namazet. Shumë namazi i ka humbë gjatë jetës, nuk i ka fal. Si qëndron puna ti, si mund t'i kompenzon, si është çështja? Kështu, faktikisht dietarët kanë folë për këtë çështje shumë. Për punën e njeriut i cili ju kanë humbë shumë namazet. Nëse e din se cilat namazet ju kanë humbën, duhet t'i kthehen dhe t'i falë ato namazet që i din. Mirë po thot, ku ta di po, unë 30 vjet që jam falë, thot 40 vjet, edhe nuk din se sa namazet ju kanë humbën, na prap i themi ka rrugdalje për ti. Alhamdulillah. Nuk ban mi thonën edhe s'kemi drejt, sepse fundit, une shpeshere e kom thoni fjalë, gjikues. As nuk gjikojmë për njerëzit, por jemi këshillues. Shumë është me rëndësi. Na nuk i gjikojmë njerëzit, su ka falë ki që 30 vjet, edhe tash donë me një Ramazan edhe t'i jenë xhenet. Edhe ta mormi na vullën dhe ta kemi atë drejtën, t'i qejmë njerëzit ka xhenimi dhe t'i qejmë njerëzit ka xheneti. Nuk jemi ata që gjykojmë na, por na jemi që këshillojmë. Edhe na ju themi këtyre besimtarëve tonë, vëllezërve tonë, motrave tona, të cilët me dije, pa dije,
me mos kuptim, me mos marrje të rëndësies dhe me mos kuptimin e rëndësies të namazit, ka mundësi që ai mrenda shumë dekadave edhe mos kishte bë namaz. A ka rrugë dalje? Ka rrugë dalje. Elementi parë dhe pika e parë është nëse i din namazet që i kalonën, është mirë t'i kompenzon. Por ja, themi, më të randën e marmi. Nuk dihet se s'ka falë, nuk dihet se s'ka bo namaz, edhe nuk din të banë matematikën se s'ka kalon namazë, atëri themi, dera e pendimit është e hapur o vllai i dashur. Deri sa s'ka ardhën shpirtin në fit, deri sa s'ka ardhën shpirtin gargara, dera e pendimit është e hapur. Por çdo mëkat eventual që dikush ka bo. Qoftë ti e unë e dikush tjetër. Por edhe nëse në këtë botë ki bo shirk, që është padrejtësia më e madhe që i bëhet Allahu ndër xhelal. E ke parasysh? Shirku është zullumi më i madh. Por atë Lokman Hakimi ka thonë djalit e vet prej porosive dhe prej vasijetit dhe prej testamentit fjalës madhe ka thonë ja buneje la tushrik billah inna shirke la dhulmun adhim. O biri jem, ke kujdes në gjatë jetës tënde, mos i bën shirk Allahu ndër xhelal. Do të thonë mos i bën rival Zotit. Sepse rivaliteti, shirku është padrejtësia, zullumi më i madh. Po dikush nëse ka rënë këtë mëkat, e ke parasysh, ose ka pasën shenjat e shirkut. Ka shku te xhinxhia, ka shku te hajmaligjia, ka shku te ai që predikon se e di fallin, ka shku te ai me filxhan që punon, ka shku te ai cili frin dhe me atë frimën e ka me shejtan, edhe me bashkëpunon me xhin, edhe ka shku ki ka bë mëkat, edhe ka një ka rruga e shirkut. Por themi më të rëndën, ka qenë magjistar, edhe është pendu. Ata pranon Zoti pendimin? Valla ata pranon. E pranon Zoti pendimin. Sa ai të ka kriju dhe të njeh më së miri dhe ta kalon këtë derë të pendimit dhe ta kalon këtë derë të tobës. Këtë rast ta mormi edhe besimtarin që është musliman, që thot la ilaha illallah, e ka Muhammed Rasulullah, e don Allahin, e don pejgamberin, ai nuk e mohon namazin. As kur s'ka thonë se unë se du namazin, por që e ki parasysh sistemi jon ka qenë komunist, mas komunizmit, sistemi demokratik e ka bot vetën, dënjoja, ekonomia, fukarallëki, ajo, ka arsye që nuk janë arsye, por për atë janë do arsye që ai e ka mashtru shejtani dhe kalon namazin. Edhe nuk e di se çfarë namaz e kalon, themi dera e tobës për tia është e hapur dhe ban pendim të pastërt të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, ki pendim pastaj në veti e ka edhe që ti ta vendosish që më prej sot namazin mos lësh. Ti bish pishman për të kaluar se çka të ka kaluar. Ta ndiq veten keq. Qish be i lash gjitha të namazë. Qish be më shkoj jeta që ka ta ndiq veten keq. Se kur ta shijosh ti kënaqësinë dhe lezetën e namazit, faktikisht henes kanë me të ardhën pak në mend se çka pas ke bënë. Mirë po, prap themi nuk është fundi jot, fillo. Edhe pendimin bane të pastërt, edhe 100% të Allahu ndër xhelal, tobja jote, pendimi jot i sinqert do të pranohet. E tash, elementi tjetër është çka të bëjmë na. Tash, nëse ti ki fillu më të bëjsh namazin, mundohu, ulemat kanë thonën, që pas çdo namazi që e falen fars, ta falesh edhe një fars. Pas çdo dreke, ta falesh edhe një drek tjetër. E disa kanë thonën, mundohu që të bëjsh nafile namaz. Sa më tepër, që ti kompenzojsh ato mosfalje që të kanë kaluar brenda jetës tënde. Sa më shumë namaz nafile, e sidomos namazi nafile është masjacie natën, që të bëjsh namaz natën e ta lutish Allahun që inshallah lutjet tua dhe duat tua dhe namazin ton të ta bëjë kabull. Alhamdulillah, Allah i shpëlbej. Po, disa kanë një bindje të cilën ndoshta e shprehin veç për veti, në atë aspektin dhe me zemrën e kam të mirë, nuk bëj dame, nuk i bëj keq askujt, andaj s'kam nevojë mu falun në namaz. Kjo bindje që unë e kam zemrën e mirë, e kam shpirtin e mirë, nuk i bëj dam askujt. Nuk i bëj dam kërkujt,
si jam mendoj të keqen kërkujt, unë e këshili punën teme, sa ka mundësi unë e nimoj, sa ka mundësi unë e baj mirë. Kjo është... Ama namazin se fali. Ama namazin nuk e fali. Po? Shikoni, na e besojmë shejtanin, djallin, dreqin, satana. Ai ka marifetet e veta. Ai hyn të besimtari në mënyra të ndryshme. Nuk është vetëm një derë e shejtanit që ti e të mashtron. Shejtani i mashtron edhe të diturit, edhe të paditurit. Edhe profesorët, edhe hoxhallarët. I mashtron. Mundohet që ai ty të të nxjerrë prej këtij udhëzimi që ti je. Mundohet që ti këtë udhëzim të ta prish. Mundohet që këtë udhëzim të ta njollos. Mundohet që këtë udhëzim të ta nxin. Edhe tash, kur ti thot, unë e kam zemrën e mirë, kur ti thot, unë s'mendoj keq, kur kujna s'ja du të keqen, kretë të fjallë në rregull. Mirë po, kur ti të thuish, unë e kam zemrën e mirë, faktikisht me Allahun si ke punët mirë. Kur ti thot, unë e kam zemrën mirë, na themi çka kje në zemër, reflekton dhe del nga goja jote. Nëse unë në zemër e kam fjallën subhanallah, pa jo mas pari është në zemër, edhe pastaj del. Nëse unë në zemër e kam fjallën la ilaha illallah dhe heki të spi, dhe bëj qelime, dhe tham la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pse tham unë këtë fjallë? Pse e dube vëlla? Po ku e kije? E kam shpirt, e kam zemër. E qka kam zemër? E shqiptaj. Po unë e kam zemër, qka? E kam zemër të dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë qka? Sa herë që ti kemi përmend këtë emër të madh dhe këtë burr të madh, çon salavat. Po a mjafton me kaq? Kur ti çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 10 herë çon, vetëm pse e ke nderuar këtë burr të madh. Mirë po, ajo para se gjithash është mrenda në zemër. E kur ta kesh në zemër këtë burr të madh, shqiptohet edhe për jashta, edhe mundohesh mja praktikue traditën dhe punën e tina. Tash, nëse unë në zemër e kam namazin, nuk ka qare par reflektue në trupin tim, në zemrën tim, e shpirtin tim, edhe të dalë para Zotit dhe të bëj namazin. E ke pa dikush që është i flisht në gojë. Vazhdimisht nxjerr prej gojës tine sende të cilët janë të pahishme. Nuk e din shoqërien, nuk e din vendin, e qet fjalën, si dalëm o fjala s'kthehet prap. Po ai para se gjitha që ka në zemër. Çka e ka në zemër gibetin, ban gibet. E ka në zemër iftirajen, ban iftire. E ka në zemër hipokrizije, munafiklëkin, ban munafiklëk. E ka në zemër fitnen, por jo as ta ban fitne. E ka në zemër përqarjen, ban përqarje. E nëse unë në zemër kam mirësi ndaj Allahut, duhesh ta shfaqesh, duhesh ta tregojsh. Nëse unë e kam dashurinë ndaj Allahut, duhet ta tregoj këtë dashuri. Nëse unë e kam të përkujtuarit Allahut, që është edhe namazi, duhet ta tregoj dikun. Nëse unë për shembull e kam frikë respekti ndaj Allahut, duhet ta shfaqej këtë frikë respekt. E kështu me radhë, kështu me radhë. Kështu që dikush nuk tham unë shumica, as nuk tham, po ka njerëz të cilët e thojnë këtë fjalë, na themi jenë qyqje të shejtanit. Ose më mirë me thonë në gjuhën e islamit jenë vezvese. Ju ban vezvese shejtani për në mënyra, ti tham në mënyrë diplomatike. Në mënyrë faktikisht që të na kuptojnë shikuesim me marifet. Ja tregon punët se ti je i mirë, zemrën e mirë. Shejtani nuk thot më se fal namazin, po thot ti të bësh gjëra të mira. Ti të bësh gjëra të mira, më të mira se namazi. S'ka nevojë me fal namaz. S'ka nevojë. E kjo është ajo vezvese dhe mashrimi që na lusim Zotin e Madh që ki Ramazan, që këto persona që i thënë këto fjalë këto mbajnë Ramazan. Po. E sikur si ti e duke nderuar Ramazanin, që është, shikoni, ibadeti më sheft. Ti mundesh mes me mbajt Ramazan edhe mi i thon tjerëve mbaj Ramazan. Kur kush e di? Është i vetmi adhurim që është ndërmjet teje dhe Zotit. Namazi duket. Kush falet është këtë dynjaja se falet. Ama ku e di ti se unë mbaj Ramazan? Ku e di unë se ti mban Ramazan? Ku e dim nëse besimtarët mban Ramazan? Por besimtari e ka lidh zemrën për Zotin edhe ai e mban Ramazan. Edhe kur ti e respekton këtë agjerim që është i msheft, dhe çka e kje në zemër,
e shfaqin trupin tanë, në buzën tënde, në gojën tënde, syrin tanë, dorën tënde, këmbët e tua, sepse fundit jashta gojës dhe ushqimit që ka e kitë ndalume, edhe trupi agjeron, edhe syri agjeron, goja, durt, dëgjimit, të gjitha këto janë pjesë e gjymtyrëve tona që agjerojnë. Kur ti si besimtar i respekton gjitha këto elemente, pse nuk e respekton edhe këtë namaz që ti thujsh se zemrës tënde, që ndoshta ka qyqje të shejtanit dhe thujsh audhu billahi minash shaitanir rajim, une jam i mirë në zemër, por do të bëna hala më i mirë kur une ta lidhi zemrën time me krijuesin tem. Une nuk tham se ti je i keq në zemër, por do të bëhesh më reflektues dhe më me dritë kur ti e ke raportin e mirë me Allahun dhul xhelal, e raporti më i mirë me Allahun është namaz. Alhamdulillah. Hoxh, shpesh shohim disa njerëz duke thënë duhet të punojmë, kështu kena me ecë përpara, me punë, jo me namaz e me xhamia. Shpesh i shoh nëpër komente. Edhe kjo ndërlidhet për fat të keq, besimtarët e kohës sotit, duke menduar se ibadeti i Zotit, përkujtimi i Zotit, namazi i Zotit, të lënë të mbrapambetur, ose të lënë pa punë, ose të lënë pa zhvillim, jo i modernizum, të lënë anësh dhe nuk çon përpara, edhe kjo është një bindje e gabume të disa tri dhe të disa treja, por besa edhe të disa më të më shumë. Shiko, puna është farsë, edhe na duhet të punojmë. Patjetër. Edhe punën mundesh ta kesh 8 orë, e dikush ka zvitra dhe ka gurbetja dhe 10 orë punon, edhe 12 orë punon, vetëm e vetëm ta qesi një kaçore bukë, të bëhet idare pak më mirë, edhe ta sjellë dinar, ta rron familjen e vet, këtë kjo është në rregull. Po mirë, kërret këto 10 orë që ka ti je duke i ba, edhe këto 12 orë punë, pa ndërprerje. Edhe tash po të pengoj ka namazi që është 4 minuta në sabah, 2 plus 2, 2 sunet, 2 farz, ka 1 minutë, 4 minuta, vallahi ma shumë se 5 minuta nuk të i merë. Edhe pas mas sabahut, punove sa dush deri në drejk, mirë po ka nevoj njeriu të pushon. Kur të pije cigarja, pse ndalesh 5 minuta dhe e pi cigarën? Se do në ta marrësh një farë force, edhe pse për mu nuk është ajo forcë, por që ta zona se e merr një farë force, edhe do me bën një farë mini pauze, edhe e pi një duhan. Ose ndalesh e pi një kafe, ose ndalesh e pi një çaj, një mini pauzë. Ajo mini pauza mërët me konë 5 minuta, 10 minuta. Po mirë, prema sabahit deri në drejk, kur kushbe nuk thot mos puno. Puno behes për para se kemi qefti shona shqiptarët, muslimanët për para. Me punë, se vetëm me punë na ta mundim edhe armikun tonë të dukshëm dhe të padukshëm. Vetëm me punë ne mund të bëjmë sukseset ndoja dhe që kemë për para. Mirë po, nëse vjen drejka, po drejka i ka 10 reqat be krejt. Pra punë për thamë, ka 1 minutë, janë 10 minutë. Ti ki bo më vetëm 6 orë. E keni farë pauzet të ushqimit. Edhe bani që ato 10 minuta. Por unë po thamë, ja, shumë i zanë që, bile farzin mos e shkel. Edhe pse duhesh sunetin t'ja japsh hakun, farzin t'ja japsh hakun, edhe gjithë ki muhabet e ka 10 minuta. Prap ti mazreke puno. Puno, sa të kesh mundësi të punesh. Por do vjere koha pas gjithë atyre 2-3 orëve, prap pushesh. E ke parasysh, vjen i këndia me 8 reqate. O vallaj, ka 1 minutë, bëjnë 8 minuta. Kjo është mashtrim për këta të cilët thojnë na duhet të shkojmë përpara se namazi nuk na çon përpara. O namazi çon përpara dhe të forcon, edhe të ndihmon bile atë bereqet dhe atë rrezik dhe atë nafak që ti duke nxjerr e përforcon hala më shumë me hallat. Hala më shumë me filtron. Se në herën mundet me na unjellos parja jon, me na unjellos dinari jon, për atë sadakaja, për atë shlemosha, për me pastru mallin. E në këtë rast ti çizo ta pastrojsh punën tënde pa namaz. E pas nëse vjen akşami, mos në punojsh gjithë ditën dush marrë të shtëpia. Është mbrëmje, ka përëndu dilli. Ki nevojë të hajsh darkën të shtëpia, ki nevojë të shohësh familjen, ki nevojë të shohësh fëmijët, ki nevojë të jesh, domethënë me të afërmit e tu. Mirë po, akşami nuk i ka 50 reqate.
5 rekat. Pra po themi ka 1 minutë, 5 minuta. Ama të shpija jemi. E tash, punës ja ki dhon hakun, edhe namazit ja ki dhon hakun, o Allahu ka me dhon bereqet, me matematikat e tua pak është, sa se kujton. Na kemi të mira dhe bereqeta, me plot mangësi që i kemi, dhe themi, o Allah, ti e i madh dhe shumë na ke dhon, edhe pse na nuk e meritojmë. Nuk e meritojmë sa duhet, se s'ta kemi dhon hakun sa duhet. Nuk kemi kërku falje sa duhet. Nuk jemi lut sa duhet. Dhe nuk të kemi falenderu sa duhet. Pa nuk meriton kja Allah të falenderohet. Sidomos këtë mujt Ramazanit. Është muj që një numër i madh i besimtarve, vetëm sa Allahu i udhëzon ka namaz. Edhe unë di plot raste ku në Ramazan njerëzit Zoti i ka udhëzu, motrat tona i ka udhëzu, e dikush prej tyre edhe është mbulu, edhe ka fillu me namaz, edhe Ramazani ka po sebeb, edhe ai më ka dalë për Ramazanit me namaz. E tash, dikush mrenda 11 mujve nuk e ka namazin sa duhet, me tendencën dhe me mendjen se po ta merren nuk çon për para, sikur se është edhe piqja. Jo, provoje, se namazi çon për para, dhe namazi ta animon shpirtin dhe zemrën, dhe ta animon që bereqeti jot të jetë më i pastërt në familjen tënde. Absolut. Hoq, si e kështë këshillu një person i cili kur nuk u ka falë? Do shta bëllë të sebe që ki fjalimin në përmet medjave, dhe dole, e janisa i me namaz. Si e kështë këshillu? Kështu, na shikuesit tonë, vlezërit tonë, motra tona, para se gjithash ju themi, ju duan për hirtë Zotit. E kur ta duesh që kanë për hirtë Allahut, duhesh me ja tregu edhe atë ëmbëlsien dhe atë shijen më të mirë shpirtërore që ka e kije. Mos e mbajsh veç për veti. E ke pa dikush është egoist, edhe veç për veti don. O, tregoja ëmbëlsin, tregoja kënaqësinë, tregoje lumturinë që ti e përjeton me Allahun dhul xhelal në namaz. E tash, kur dikush s'u ka fal asnjëherë, si ka rrosë sejgje Zotit asnjëherë, ka mundësi me pas edhe këse njerëz, ju themi këto hala jenë vëllezërit tonë, jenë motrat tona, por ju themi mundohuni, vetëm pak ta lidhni kontaktin me Zotin, se ti e ke të putur, vetëm lidhe pak telin. Lidhe pak telin dhe do ta shofsh çfarë drite ke me pa. Se ai mendon se është në dritë, por faktikisht ai nuk është në dritë, por është në errësirë. Her pas heri vin do dritat vogla dhe mendon se e ka pa këtë botën, jo se ke pa dunjojën. Bota e vërtet dhe dunjoja e vërtet e zemrës tonë dhe e shpirtit tonë është kur të reflekton drita e imanit. E tash, ata të cilët nuk kanë bën namaz, ju themi e jani, sidomos këtë muaj të Ramazanit. Nëse ti e mban Ramazanin dhe nuk e ke his namazin, unë nuk tham se Ramazani jot u prish, ama mos e njollos shtyllën. E ke një shtyllë para Ramazanit, që është namazi. Namazin e shkele, Ramazanin e respektove. Unë e tham, mos e shkel namazin, se ki mundësi Ramazanin mes me mojë që je i smut, ama edhe me qeni i smut me namaz nuk ban me lanë. E tash, o ti vlla, ose o ti motër, mundohu, fillimisht provoje. Provoje se nuk bëhet nami. Njerëzit kanë provu sende të ndaluara. E dibe që është haram, po takshiri bet, qëfar shije ka? Edhe e ka qu një bardak. Për që më ka të rija në mashru dhe kanë pi alkohol. Diku që jetë thot, e di që është e keqe, ama po thojnë, kur po e pi me cigare që atë barin, po të bëhet livadh toka. Edhe aj e shijon, të ndalesa. Aj qetri thot, une kum pije bari, por thot ki hashishi, po thojnë është, hala ma knasi ndin. Para me do, a ka be knasi prej barit, edhe prej hashishit, dhe prej sendeve narkotike? Ska. Kret medicina thot s'ka. Gjithë bota, besimtare dhe jo besimtare, thojnë s'ka. Mirë pa, i thot ka. E një farë knasie. Ajo knasia që shejtanit, nuk është e Rahmanit. E na ju themi, e janë i provoni pak, këtë namaz. Edhe
pastroni zemrën dhe bëni niyetin për hir të Allahut. Dhe fillo pak, veç biri Allahit në sejdë. O vetëm ti bish Allahit në sejdë, gjitha të këqijat dalin për krijes. Gjitha ato mendimet të rënda, se njëri kur përbën sejdë, sipas psikologëve, por edhe shumë prej mjekëve thonë, domethënë, drejt ajo e keqja toka e thith. E thith toka dhe pastrohet mendja jote, pastrohet zemra jote. Na tash nuk e bëjmë këtë ibadet pse na pastrohet mendja, na e bëjmë për Allah, por namazi qep shumë sende pastaj. E tash ju themi vëllezërve tonë, ju themi motrave tona, hajde për hir të Allahut, për hir të muajit bekum, të Ramazanit, që jemi duke e nderu. Sepse nëse e nderon, edhe ai ti ka me të nderu. Nëse e nderon namazin, edhe namazi ka me të nderu. Nëse ti e respekton, o ka me të respektu. Edhe ai që ta ka obligu, ka me të shpërbli, sepse ti mundesh, por vetës kemi bo keq. Për atë dhe themi, ti mos agjera, por agjerimi të ndihmon, jashta shpirti, jashta zemrët, jashta që do të ndërmjetëson në ditën e gjykimit, do të jetë ndërmjetësim për të agjerimi. Themi edhe në atë aspektin shëndetësor, është një dobi shumë e madhe, që unë këtë lëmi nuk përdu me hi, por edhe namazin atë aspektin shëndetësor të ndihmon trupin, të ndihmon mendjen, të ndihmon syrin, të ndihmon veshin, të ndihmon gjymtyrat, gjithë trupin fizikisht të ndihmon, e mos flasmi për shpirtin dhe për zemrën, që ne kemi një shparasti shumë të madhe, edhe këto të cilët u parashru pitja që se kanë punën e namazit, as pak gjatë jetës tyre, e ka një boshllëk. E ka një boshllëk në zemrën e tyre që na duhet t'i thrasim ka shpëtimi. E na ju themi hajdeni në namaz që të shpëtoni. Nga xhenemi, shpëtim nga xhenemi. Po nga xhenemi. Tash pejgamberi alayhis salam ku e ka ndik natësinë më të madhe. E keni parasysh pejgamberi Allah i ka thonë Bilalit radiallahu anhu, ja Bilal erihna bis salat. O Bilal, ti rezonin që të kënaqemi, të qetësohemi në namaz. Edhe ne themi o vëllezër dhe ju motra, hajdeni, qetësohuni, stabilizohuni, drejtohuni, lutuni, se keni me gjetë kënaqësinë dhe lezetin më të madh vetëm në ibadetin e Zotit që quhet namaz. Që për fund një pyetje, dekoncentrimi në namaz. Shembull, jemi në namaz, alhamdulillah rabbil alamin, edhe na shkon menja dikun tjetër. A pranohet që ki namaz? Kështu, dekoncentrimi në namaz nuk e prish namazin. Kjo është parimisht. Na jemi njerëzit dhe me kret ato gajlet e dunjojës, njeriu hin namaz edhe ndonjëherë hupët. Mirë po, është në namaz. Nëse dekoncentrohet dhe është në namaz, namazi nuk prishet. Momentin që ti dallashit recatët, vend që mi bohe 4, i ki bo 5, atëre thejna ti tu ka prish namazi, se s'ki bo as se visejza as kur gjo. Kjo është me qëtër muhabet. Por momentin që ti je në namaz dhe shkon mendja dhe dekoncentrohesh, por jetë elhamdulillahi, jetë kuluvallahi, i din recatët, sa i ki falen, e din se ki dolpi, kretje i vidishëm, por ka mrenda dekoncentrime, të në namazi nuk prishet. E tash, po qish mi abo na që edhe këtë dekoncentrimet largohen, mundohu të fokusohesh të elhamdulillahi shembull, ta meditosh elhamdulillahi, ta përkthesh elhamdulillahi me shpirt. Elhamdulillahi rabbil alamin, falenderimi takon vetëm Allahut Zotit të gjithë botrave. Errahmanir Rahim, mëshiruesit, mëshirbërës, Malik Yawmiddin, sunduesit në ditën e gjykimit. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kur ta dish përkthimin e elhamdulillahit, edhe miresh me elhamdulillah, themi më pak do të fokusohesh dhe më pak do të shkon mendja për jashtë dhe do të qesh më shumë me elhamdulillahin dhe më shumë do të miresh me surën. Kështu që të jetë namazi më i kompletuar, a për namaz nuk prishet namazi nëse të fokusohesh përderisa i ke recatët dhe përderisa e ke namazin me gjitha të më thonë në regullat të cilët duhet t'i kete dhe më thonë namazi. Alhamdulillah se shpesh ka disa ankesë, të më thonë shejtani i bën cytje njeriu, thotë ka ti tu falme. Pasi po dekoncentrohesh nuk ta pranon Zoti, edi? Jo, nuk bën ashtu me thonë. Edhe kjo është vezvese për shejtanin. Na jemi njerëzi, gjithë na shkon mendja namaz. Bile edhe mund të gabojmë në namaz. E ke parasysh, vend që me ra ruku drejt në sejdë, u ka habit njëri. Vend që me nin te jot, u ka habit hoxha, jo njëri, hoxha u ka habit, edhe
ose që rekatin e tretë dhe pa tejat. A prishet namazi? Nuk prishet namazi. Por që ishbe nuk prishet në tejat nuk e net. Ka rregulla në namaz. Kur një vajxhip harohet, jo me qëllim, se nëse e bën me qëllim prishet namaz. Por kur një vajxhip harohet, çka ka? Drejtohet, rregullohet. Me çka? Në rregullat e fiku quhet se visejtë. E bën se visejtën edhe e plotson atë mangësi që e patën në namaz me hares. E tash themi me hares. Faktikisht u ka dekoncentru dhe e ka rru tejatin. Edhe thëna prap namazin s'u ka prish. Por nëse dikush e ka tejatin, po mrenda tejati ka shku mendja ka pak të dyqoni, e ka shku të puna, thëna namazin rregullat nuk prishet, por mundohu që qesh i fokusum ma shumëti të lutjet dhe të duat. Po gjëndrum ishte kënaqësi që të patëm sot në emisionin Merfrim, edicioni special për Ramazanin. Allah ju shpërbleft për pjesëmarrjen. Gjithashtu edhe për mua ishte një nder dhe kënaqësi që na banët ftesën dhe u mundum sadopak të flasmi gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit lidhje për disa çështje të namazit. Lutim Allahun dhul xhelal edhe një herë që juve t'ju shpërblen dhe ekipin redaktues dhe TV-klanin për këtë mundësi që ja u keni dhënë besimtarëve që gjatë këtyre ditëve të Ramazanit që ata sadopak të dëgjojnë fjalët e Zotit dhe të marrin porosi nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë Zoti ju shpërbleft dhe ju nderoft. Ky pra ishte hoxha i nderuar Fatmir Zaimi. Shifemi nesër me emisionin e radhës. Selamun alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi kopret. Zgjohu a do mbereqet. Falu namazi është drit. Falu me zemër e shpit. Falu namazi është drit.